Aksioni për lirimin e hapësirave publike në tetor të vitit të kaluar, i cili nisi për të gjitha rrugët kombëtare në vend, bëri që ndërtimet përgjatë rrugës së Arbërit në Zibër të shembeshin nga IKMT. Por aksioni u mbyll me aq pasi asnjë objekt tjetër nuk u prek nga dalja e tunelit të Murrizit në Tiranë dhe nga qafa e bollit të Peshkopis. Një nga të dëmtuarit në atë aksion ishte edhe Fitim Hoxha. Ai deklaron se ai aksion mbaron vetëm me largimin e kontejnerëve të Zibrit, duke krijuar një selektivitet në këtë aksion. Hoxha thotë se situata ka ndryshuar, ndërsa i kërkon heqjen e gjobës dhe kompensim të dëmit. Fitim Hoxha dyshon se aktualisht mund të lejohen për arsye se vitin tjetër janë zgjedhjet vendore. Para 5-6 muaj, një urdhë i qeverisë u dha për gjithë Shqipërinë duke liru hapësirët publike. Edhe ne, normalisht, jemi mundu me zbatu ligjin, por situata e zbatum ligjin, nuk shkoj ashtu si duhet, duke pa në teritorin njësin Zibër, bashkis Klos, deri në Qagun Dibër, u prishën 5-6 kioska që e patën vendos ne. Nga qafa Bullit, deri këtëri Murrizit, këto kioska prishën. Qagu Dibër më ka që maru dhe rruga Arbit më ka që zhbloku. Duke dalë në të linjë Zibër Murrizës, dhe ndalet e Bastarit, identik kioska kontinjer, ato vazhdoshin ndërtoshin dhe po punin edhe sot e kësaj dite. Sot për sot, ne na thonë, mos punoni, mos boni, mos këthoni. Aktualisht, situata po ka ndryshu, ma e sa po shof edhe po shikoj unë. Kanë fillu duke unë zirë, duke punu, duke bon. Kjo nuk më duket e përshtatshme, për një arsye. O shtetit do më këthejnë leket mu që më prishë lokalin, edhe me laq, me tha që nuk du të punësh tune, sot dikush punon, dikush nuk punon. Për çfarë bëhet kjo? Kjo të vjen o një pa aftësie nga bashkia Klosi që u prishën çdo gjë erdhe arritën këne, ose sot për sot po fillo fushata, këtë vit, edhe po punojmë me mek, po i nxjerrim kioskat pra purtat na si purta e logjatit, edhe mas i viti si të merren votat, vinë ne i prishin prap. Kjo nuk është e përshtatshme. Ne kërkojmë që shtetit na ndihmojnë, tulmi dhe të punojmë, ta dimë se diçka që të bëjmë, ta bëjmë tamam si ç'është. Se kjo punë më duket e papërshtatshme nga ana ime. Dikush punon, dikush nuk punon. Fushata ka punë të veta, por jo, sot për sot nuk bëzon kush. Nga ana tjetër, Fitim Hoxha thotë se po e rikthen aktivitetin, por kërkon ndihmën e institucioneve që ta bëjnë brenda rregullave. Unë më të prit tani, unë kam bisedu, step kush zgjidhje. Sa kanë fillu para meje, sa kanë fillu mas meje, sa du me fillu dhe unë. Por çdo gjë është me frikë. Kontinjeri ka shku në prut i imi. Unë a kom pas këtu ku ka qenë 25 metrë, 30 metrë kom qenë largë, e kom qu në fund. Por gjithsesi kjo punë është me frikë, nuk po thojnë gjë tani për tani, por mas një vitë do të vinë ta prishin prap. Sa të merrin votat. Në krahun e Tiranës pat një zgjedhje pjesërisht do u bëshin, edhe nuk i lujten. Mirë por nuk shku në zgjedhje, se gjykata kështu si njoftë ato që anësha që mrenë që i mbajnë mrena, kështu që nuk i lujten dhe ato vazhdojnë të punojnë ato, kurse ne na i prishën. Vetëm 3 ditë më parë, ARSH dhe policia e shtetit ka nisur një tjetër aksion për shëmbjen e ndërtimeve pa leje në të gjitha rrugët kombëtare të vendit tonë.